Maduro do dalë në gjyq, rrezikon burgim të përjetshëm. Një gjykatë federale në Manhattan ka caktuar një qershorën e vitit 2027 si daljen e nisjes së gjyqit ndaj ish-presidentit të Venezuelës Nicolás Maduro dhe bashkëshortes së tij Cilia Flores, të cilët përballen në Shtetet e Bashkuara në akuza për trafik ndërkombëtar droge. Vendimi u mor nga gjykatësi federal Elvin Hellerstein gjatë një seance paraprake zhvilluar të mërkurën, e cila zgjati rreth 15 minuta. Sipas kalendarit të gjykatës, avokatët mbrojtës do të paraqisin në fillim shtatorit kërkesat për kundërshtim të aktakuzës, ndërsa më 17 nëntor palët do të rikthehen në sallën e gjyqit për shqyrtimin e argumenteve. Gjatë seancës, Maduro dhe Flores nuk folën, ndërsa qëndruan të ulur veçmas pranë ekipeve të tyre ligjore. Të dy kanë deklaruar se janë pafajshëm. Nëse shpallen fajtor për akuzat që lidhen me komplot dhe ndihmë në rrjeteve trafikut të drogës për dërgim sasive të mëdha kokaine në SBA, të rrezikojnë dënime burgim të përjetshëm. Mbrojtja ka thënë se arrestimi ishte rrëmbim. Sipas raporteve, Maduro dhe bashkëshortja e tij mbahen në burg në Brooklyn që prej arrestimit të tyre në fillim të muajit janar gjatë një operacioni amerikan në Caracas. Avokati ish presidentit venezuelan Barry Pollack bëri të ditur se mbrojtja do kërkojë fillimisht rrëzimin e aktakuzës, duke argumentuar se Maduro gëzon imunitet sovran.